Endri, do ta nis me situatën në lindjen e mesme. Ka një, le të themi, prej 2 ditësh ka patur një ultimatum të Donald Trumpit ndaj Netanyahu dhe Hamasit për të arritur një armëpushim 60 ditor. Kështu raporton të paktën Al Arabia. Sipas burimeve cituara nga ky kanal, Witkoff është informuar se të dy palët kanë miratuar propozimin për marrëveshje armëpushimi që u paraqit. Ndërkohë kanë dalë sërish, sepse kjo është një gjë që po ndodh aktualisht. Si e shikon këtë propozim të Witkoffit? Propozimi i Witkoffit ecën në kuadër të asaj që ishte vizita e fundit e Trump në lindjen e mesme, në cilën takoi princin e kurorës saudite dhe njëkohësisht takoi edhe gjithë ata që ishin liderat e rajonit, Katarit, ata domethënë të dërguar në Katarit, të Emirateve Arabe e tjerë, pra gjithë ata që ishin sheikët që bëri atë mbledhjen e madhe aty në Arabi Saudite, në të cilën u mundua e para punës njëre që të merrte investime për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mori 5 trilion? Jo, 5 trilion, jo, nuk i mori 5 trilion, mori premtimin që do ketë investime në drejtim të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në ana e vendeve të gjirit, mori dhe një dhuratë personale, një avion nga Katari. Njëkohësisht rivendosi marrëdhënie më të ngushta me princin e kurorës arabe, kështu që të Arabi Saudite, në cilin pastaj si duket pati edhe një përputhje të plotë edhe të politikës që bësh në rajon. Rezultati parë konkret i asaj ishte fakti i heqjes së sanksioneve ndaj Sirisë. Pra, si thua, u pajtua me pozicionin e Arabi Saudite dhe u mundua që t'i japi, po themi, një dorë Sirisë, në të cilët pas një konflikti tashmë më shumë se 10 vjeçar domethënë në Siri, ka qenë 2011, nuk bën 14 vjet domethënë që ka pasur luftë në atë vend. Prej 2012-s nuk ka pasur as ambasadë, po do shkojmë edhe aty domethënë pra duke i vajtur në mbrapa, po themi, politikës së Arabisë Saudite në rajon, u mundua që të ndihmonte më sa kishte në dorë. Dhe në ana tjetër, pra i dha këtë drejtim. Kjo është një pasojë e asaj vizite. Dhe në ana tjetër pat edhe një ndikim mbi Izraelin për shkak të çështjes palestineze. Domethënë ka pasur një ndarje të Trumpit me Izraelin pikërisht për shkak të këtij afrimi me Arabinë Saudite, për shkak se plani që ka pasur po themi Trumpi për lindjen e mesme ka qenë dikur në gjatë administratës parë ka qenë ato që ishin akordet Abrams, pra arritje një paqe midis Izraelit dhe Arabisë Saudite, në të cilën në kuadër të kësaj paqeje dhe këtyre akordeve kishte për të gjetur edhe zgjidhja mbi çështjen palestineze. Duke qenë se domethënë veprimet që po kryen tani Izraeli vazhdojnë të mbajnë të ndezur çështjen palestineze dhe po themi jo vetëm të mbajnë të ndezur, po tashmë po kalohet në një duke si rrugë pas zgjidhje për sa i përket çështjes palestineze, pra po vazhdohet me qëndrimin e vjetër. Trump, i cili është i prirur që të ketë pikërisht këtë lloj akordi Abrams midis Izraelit dhe të tjerë, i bën presion Izraelit që të gjej një tip armëpushimi apo çfarëdo lloj ndërprerje të ofensivës në mënyrë të tillë që të ketë një rezultat që të përfshi akordet Abrams në një moment të ardhshëm. Pra, sepse deri në këtë moment në politikën e jashtme Trump nuk është se ka arritur ndonjë rezultat, nuk ka arritur rezultat në Ukrainë, nuk ka arritur rezultat me Iranin, nuk ka arritur rezultat me Kinën, me luftën tregtare masive, dhe tashmë atij i duhet një rezultat. Dhe një nga këto vendet ku Shtetet Bashkuara janë angazhuar dhe ai pretendon të ketë rezultat janë akordet Abrams. Dhe ajo që bën Izraeli tashmë po shkon në kundërshtim me ato që ai parashikon. Për këtë arsye mundohet që t'i bëj presion për të vajtur në drejtim të akordeve Abrams. Se sa pastaj do e dëgjoj Izraeli dhe sa i fort do jetë lobi izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa kjo ngelet për të parë. Por për momentin kjo është ajo që ai po e ndjek si politikë të jashtme për sa i përket rajonit. Dhe presioni nuk është mbi Izraelin, nuk është vetëm mbi çështjen e Palestinës, po është një presion edhe për sa i përket goditjeve mbi Iranin. Duke qenë se
Shtetet Bashkuara janë futur në një proces negocimi me Iranin. Dhe i është bërë presion Izraelit që mos ndërmarrë hapa në drejtim të Iranit pa konsultuar më përpara me Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë. Ndërkohë, Endri është ngritur pas fiks 13 viteve, është ngritur flamuri Amerikan në Siri, pra është rihapur ambasada amerikane në Siri. Si e vlerëson këtë momentin thashe valvitje së flamurit amerikan mbi Sirinë që deri në që prej 2012-s mungonte. Si e vlerëson këtë moment për sa i përket rajonit? Çfarë do të prodhoja? Është kjo një garanci më shumë që Siria do të jetë e stabilizuar? Nuk shikoj si garanci. Si thotë Rubio, destabiliteti i Sirisë prodhon destabilitet për gjithë linjën e mesme. Po normal, sepse në Siri janë përqendruar shumë aktorë, domethënë ke Turqinë që është përcaktuese, ke Iranin i cili është përfshirë, ke çështjen kurde që është aty, ke Rusinë e cila ka humbur baza të rëndësishme, ke Izraelin i cili ka zonën e Golanit plus lartësitë e tjera në Marin Hermon. Pra gjithë aktorët që janë rreth rrotull aty janë që gjithë në një farë mënyrë apo tjetër të përfshirë në atë që ndodh në Siri. Për këtë arsye, Siria është shumë e lehtë të destabilizohet, domethënë sepse me flamurin amerikan tani që valvitet në Siri, hapin ambasadës. Është më tepër një mesazh, është më tepër një mundësi. Është garantuar Siria? Jo, nuk është e garantuar Siria. Garancia e Sirisë nuk i vjen se u hap flamuri amerikan u shpalos aty në ambasadë. Ajo që po jepet të kuptohet Sirisë është që ne po të japim një mundësi që ti të ecësh në drejtim të një shteti normal, pra të ndalosh ato që janë luftimet e brendshme, të filloj të rindërtohet vendi, të rindërtohet ekonomia, dhe ne mund të ndihmojmë, e para njëherë duke të njohur, e dyta duke të hequr ca sanksione që ti i ke pasur prej kohësh, dhe nëse ti e tregon veten, ne mund të jemi të gatshëm që të investojmë aty, sepse nuk ka qejf të investojë njëri në një vend që është i destabilizuar dhe një vend që është vazhdimisht në konflikt. Pra, unë me këtë veprim që po bëj, po të jap të kuptosh që unë jam i gatshëm të punoj me ty në të ardhmen, tani janë hapat që duhet bësh ti, pra që të vazhdosh në këtë drejtim. Fondet që janë për ndërtimin e Sirisë kryesisht mund të vinë nga Arabia Saudite, që janë mund të vinë dhe nga Katari, për shkak të asaj që i kanë përmendur tjetër këtu në emision, ka qenë gasjellsi i famshëm, i cili ka për të kaluar, domethënë është planifikuar që të kalojë nëpër Siri dhe pastaj nga Katari, Arabia Saudite, pastaj të futet në Siri edhe të vazhdojnë drejtim Turqisë për të futur në Evropë. Dhe në kuadër të këtij projekti kaq të madh, normalisht si Arabia Saudite si Katari janë të interesuar që të ketë një stabilitet politik në aty dhe mos ketë më luftime të brendshme, dhe ky stabilitet politik është i pamundur që të vi pa edhe një stabilitet ekonomik, që do të thotë dhe fondet që do jenë në Arabia Saudite dhe në Katar dhe në vendet e gjirit në drejtim të Sirisë do jenë të shumta për të stabilizuar pikërisht atë zonë. Ajo që është në Trump në këtë rast është, po themi, njohja e faktin terren që ke një qeveri tashmë, e cila derisa u hap ambasadën në një farë mënyrë shifet si e ligjshme për momentin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qeveritë që nuk e di pastaj do i kërkohet që të kryejë zgjedhje, sepse njëna qendrimet historike, domethënë janë zgjedhjet, që nuk e di ta do i kërkohet apo nuk do i kërkohet dhe kur mund t'i kërkohet, sepse situata akoma nuk është, por është një po themi një mundësi ose një sinjal që mund të rikthehet në gjirin e kombëve dhe për aq sa kanë vuajtur sirianët që janë me qindra mijë të vrarë dhe me ato qytete të shkatruara, domethënë e meritojnë edhe një mundësi të tillë që të jetojnë më mirë domethënë. Ndërkohë Endri, ti e përmendë edhe raportin, e përmendë në fillim bisedës raportin e Izraelit me Iranin, ku zyrtarë të lartë mbrojtjes dhe sigurisë në Izrael besojnë se një sulm ushtarak ndaj objekteve bërthamore të Iranit është si i mundur ashtu dhe i domosdoshëm për të ndaluar Teheranin nga përfitimi i armëve bërthamore. Sipas një raporti të Sanitës nga Ynet, Izraeli thuhet se ja ka paraqitur vjet e kuqe për një marrëveshje bërthamore Shtetet Bashkuara, megjithatë ka deklaruar se nuk do të pranojë
përveç shmontimit plot programit bërthamor iranian dhe gjitha objekteve kërkimore të pasurimit brenda Iranit. Pra nuk do të pranoj asgjë përveç se shmontimit kësaj. Ndërkohë, presidenti Trump ka urdhëruar ushtrinë që të ndalë çdo bashkëpunim të mëtejshëm me Izraelin për sulmet e mundshme ndaj Iranit, pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i dha urdhër Ministrisë Mbrojtjes të bëjë gati etj. Pra jemi në këto kushte, dua të di si e lexon mundësinë për arritjen e një marrëveshje midis Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Iranit, ndërkohë që Izraeli e ka vit kuqe, domethënë atë programin bërthamor që po zhvillon Irani. Si e shikon mundësinë e një goditje të Iranit nga ana e Izraelit, thash në kushtet që Trump, edhe vetë Trump, domethënë njofton se e ka parajmëruar Netanyahu në rast të një veprimi të tillë. Shiko, është e vështirë të kuptohet politika e jashtme e Trump sa efektive do jetë në drejtim të Iranit. E para punës njërë ti ke sepse edhe mënyra se si Trump po i bën negociatat është pak e çuditshme. Do të thonë, për shembull, ti ke negociatat që teorikisht duheshin bërë për rastin e konfliktit Rusi-Ukrainë. Nga ana e Trump nuk ka pasur asnjë presion mbi Rusinë. Pra, kur ti do që ti ulësh palët në një tavolinë, ti duhet të bësh presion të dyja palëve. Po deri më sot, presioni vetëm ka qenë mbi Ukrainën, nuk ka qenë presion mbi Rusinë. Në asnjë moment nuk është ushtruar presion. Përkundrazi, sa herë që ka tentuar Evropa të ashpërsojë masat ndaj Rusisë, ka dalë Trumpi ka thënë do jap edhe 2 javë kohë, do jap edhe 2 javë kohë, kanë 3 muaj që thotë do jap 2 javë, domethënë. Gjë që të bën të dyshosh se si ky njeri e percepton politikën e jashtme, dhe kjo është për të treguar dhe faktin e asaj që po ndodh në lindjen e mesme. Nuk do të harruar që Irani është aleati ngushtë i Rusisë. Dhe nuk mendoj që mund të kishte një ndërhyrje ushtarake të drejt për drejt në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një aleat kaq të ngushtë të Rusisë, ndërkohë që ti pretendon që unë Rusisë nuk do i bëj asnjë lloj presioni për të arritur negociat. Pra ti po thua që dhe në kuadër të kësaj Trumpi lozi bllofin. Bllofi ishte me sjelljen e bombarduesve në bazën Diego Garcia, që ka qenë baza në Oqeanin Indian, në të cilin ai solli gjithë ata avion, gjasën për të bërë presion dhe pastaj në një moment caktuar u largua që aty. Avionët nuk janë më në atë bazë. Janë larguar nga Diego Garcia. Kanë 2 javë që janë larguar nga Diego Garcia. Avionët bombardues amerikanë. Dhe vetëm që janë larguar nga Diego Garcia ata bombardues, po dhe flota që ka qenë aty dhe që luftonte Huthit, të cilët janë proksi të Iranit, edhe ajo është larguar nga zona e gjirit të detit, gjiri që është aty që kalon deti Kuqja dhe që vazhdojnë godasin. Ndërkohë që Huthi vazhdon godasin. Pra, nuk kuptohet kjo puna e Trumpit që do të bëjë negociate, por nuk ushtron presion. Dhe është e vështirë që ti të arrish një rezultat final nëse ti nuk i bën presion kundërshtarit. Cili është presioni jot? Sepse unë e kuptoj nëse ti, po themi, i thua që nëse ti nuk e bën, atëherë unë do të godas, siç është sjellja e, po themi, avionëve. Por njëkohësisht, kur ti aleatet më të ngushtë, siç është Rusisë, nuk i bën asnjë presion, dhe ti e di fare mirë që një ndërhyrje jote unilaterale në atë ty të prish marrëdhëniet me Rusinë, ndërkohë që ti do të mbash marrëdhëniet e mira me Rusinë, të paktën sipas fjalëve tua, nuk bën sens as sjellja e avionëve aty. Nuk bën sens as pjesa tjetër. Domethënë, çfarë përfitimi ke ti në ndërhyrje ndaj Huthi? Ndërkohë që Huthi praktikisht anijet amerikane nuk ose përdorin kanalin e Suezit, kryesisht. Pra, veprimet e tij në politikën e jashtme janë aq konfuze dhe aq pa një, po themi, një taktik ose strategji, të cilat ty e ke të vështirë pasaj që të gjesh se çfarë realisht. Ama ajo që është kryesore është që ai nuk do që ky konflikt të përshkallëzohet pa që në dijeni më përpara apo pa që ndodhte nëse me që e risolle në bisedë Rusinë në raport me Iranin, çfarë do të prodhonte gjëja? Nëse Izraeli do të godiste Iranin,
ka marrëveshje midis Iranit dhe Rusisë. Po ka marrëveshje në bashkëpunimin e ushtarak edhe mbrojtjen reciproke. Ka marrëveshje për mbrojtjen reciproke. Ka marrëveshje që ata mund të bashkëpunojnë në fushën e mbrojtjes në rast të një konflikti etj. Pra, bashkëpunimi mund të jetë për shembull që Irani të kërkojë produkte S-400 ose S-500 që t'i marrin nga mbrojtja kundër raketore dhe që t'i marrin nga Rusia. Po kjo do e vëjë Rusin në pozicion të vështirë sepse ato sistemi i duhen për të mbrojtur Rusin. Tashmë nga Ukrainës. Pra, dhe vetë Rusia nuk ka qef që Irani të ndodhet në hall për vete. Aq më tepër që në Irani merr dhe dronët Shahid. Pra, në Iran ti importon për momentin, Rusia importon një pjesë mirë dronëve Shahid, importon rreth 30% të predhave të artillerisë, pra përveç materialit tjetër për armë të lehta të këmbësorisë, në një moment kur ky që është furnizuesi jote po të ndihmon në një konflikt që ti ke tani goditet dhe në vend që të t'japi ndihmë, fillon të kërkojë ndihmën aty, të përkeqëson dhe pozitën në teatrin e luftës Ukrainë-Rusi që po ndodh atje. Që do thotë dhe për Rusi një goditje ndaj Iranit është në një farë mënyrë një goditje indirekte ndaj Rusisë, duke ja përkeqësuar pozitat në konfliktin Ukrainë-Rusi. Dhe kjo është arsyeja që një goditje mua më dukesh e kam thënë këtu që më dukesh e vështirë që të Shtetet Bashkuara të ndërhynin, aq më tepër kur dallohet qartë që ka një vullnet në Trump që mos t'i prishë marrëdhëniet me Rusin. Për arsye që akoma ne nuk i dimë. Domethënë, se kush është arsyeja që ai po sillet, po kjo është ajo që ai po sillet deri tani. Ndërkohë, Endri, kalojmë pak tek konflikti Rusi-Ukrainë, ka një vendim të presidentit Putin për të bërë një buffer zone në ato 3 krahinat në Sumi, Kharkiv dhe ajo krahina tjetër që s'po më vjen Chernihiv. Pra ka ndërkohë këtij vendimit Putinit, pas këtij vendimit Putinit kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermaninë, Britaninë edhe Francën që kanë marrë vendimin për t'i dhënë raketa Taurus Ukrainës. Taurus janë prodhim. Sipas Sunday Times, domethënë e ka miratimin, sepse Taurus nuk funksionon dot pa, domethënë atë pa mbështetjen e teknologjike. Okej, nuk ka problem, por sipas Sunday Times unë ta referoj po deshe. Gjithsesi, pra kemi këtë përshkallëzim në këtë luftën që po ndodh aktualisht. Si e lexon këtë përshkallëzim, çfarë do të prodhojë? Që në vetvete Taurus nuk është, po themi, raketa çuditbërëse që do e shpëtoj Ukrainën. Nuk është arma e mrekullueshme. Ajo që është Taurus, do të thonë sepse raketat e ngjashme Ukraina i ka përdorur, janë ato Storm Shadow, Scalp, që janë prodhime franceze dhe britanike, që janë raketa me pak a shumë me po të njëjtën reze veprimi, të cilat Ukraina i ka përdorur për të goditur. Një Taurus që të prodhohet kushton rreth 1.5 milion euro, pak a shumë, që të prodhohet si raketë, që do të thotë ti mund të kesh një numër të kufizuar të tyre, nuk mund të kesh një numër të pafundëm, domethënë, të këtyre raketave, sepse janë të shtrenjta për të bërë. Ajo që Taurus dallon nga versioni britanik dhe versioni francez është që është me reze pak më të gjatë veprimi, është më i vështirë për të kapur në radarat. Taurus i Gjerman, po thua. Taurus i Gjerman është me reze më të gjatë veprimi, është më i vështirë për të kapur në radarat, fluturon në ulët, 50 metra mbi tokë, dhe ka një sistem inteligjent, fluturon më ulët se sa Storm Shadow e këto tjerët, dhe njëkohësisht ka një sistem inteligjent të shpërthimit, që do të thotë, për shembull, nëse keni parasysh urën e Kerçit, ura që lidh Krimen me kjo këtu. Ajo ura poshtë që lidh Krimen me pjesën tjetër të Rusisë, nëse keni parasysh strukturën e urës, ajo në raket mund godasi tsen, pra trasen e rrugës që është sipër, dhe nuk shpërthen aty, po shpërthen tek kolona që mbajnë këmbët e urës. E kupton? Pra ka sisteme, është një sistem inteligjent i shpërtimit i cili ka një avantazh në këtyre edhe ndaj qendrave të fortifikuara, sepse e llogarit vetë se ku duhet shpërthej për të maksimizuar
po themi efektin e llogarit vet. Po, për llogarit vet. Pra është armë më inteligjente se këto të tjerë. Gjë që e bën atë pakës më të rrezikshme, e sidomos për urën e po themi urën e Krimes, e cila do e krijonte vështirësi jashtëzakonisht të mëdha për Rusinë për shkak të mënyrës pastaj se si duhet furnizuar Krimea. Nuk do furnizohesh më në detit, po do detyrohesh pastaj që të kalonte në gjithë territoret të pushtuara për të kaluar dhe aty do ishte në po themi në zjarrin e artillerisë apo dronëve apo aviacionit të Ukrainës. Do ishte më e vështirë për Rusinë që të mbante Krimen në ato kushte. Pra, praktikisht vetëm për atë mund të jetë më e rrezikshme për Rusinë ose për ndonjë qendër komande që janë të fortifikuara në mënyrë të veçantë, për të cilat ajo bombë është krijuar kastile, pra ajo lloj rakete është krijuar kastile për të goditur. Si ta lexojmë? Mund ta lexojmë si për shkallëzim këtë vendim të për shkallëzim në kuptimin sepse është një raketë paksa më e avancuar, por ajo të cilën halli i madh i Rusisë nuk ishte fakti i vet raketës Taurus, po fakti që Gjermania miratoi një paketë tjetër 5.7 miliardë euro, ndihmë për Ukrainën dhe tani te vizita e Zelenskit. Dhe deklaroi bashkëpunimin për hapjen e fabrikave dhe për ndihmimin e Ukrainës në prodhimin e dronëve dhe raketave me rrezet gjatë veprimi. Të shkojnë 2000-2500 kilometra. Kjo është më e frikshme. Ky vendim për Rusinë, se sa dhënia e Taurusëve. Sepse dhënia e Taurusëve. Pra që ti të vendosësh industrinë gjermane të luftës me ushtar Ukrainës. Kombinim që është një kombinim i frikshëm për rusët. Është i frikshëm për rusët. Pra këmbësoria ukrainase, e cila tashmë ka shumë vite që po lufton, dhe që ka krijuar eksperiencën e vet me çfarëdo lloj gjë, tashmë të ketë mbështetjen mbrapa të industrisë gjermane të luftës, dhe sidomos të industrisë për raketat me rreze të tipit të tillë 2500 kilometra, të cilat mund godasin zonat të thella strategjike, zonat ku prodhohen armët, kur prodhohen gjithë çfarëdo lloj pajisje tjetër që prodhon Rusi tashmë që po godet Ukrainë. Pra kjo është më e frikshme për Rusin se sa thjesht fakti që mori Ukraina disa dronë apo mori disa raketa me tip Taurus, domethënë. Por me këtë Lavrov pretendon se Gjermania po hyn në luftë me Rusinë dhe po ta citoj, përfshirja direkte në luftë është tashmë e dukshme. Gjermania po rrshqet në të njëjtën rrugë që kanë ndjekur disa herë në shekullin e kaluar, që çojnë kolapsin e saj. Kjo është ajo që ka thënë ministri i jashtëm Lavrov. Po, mbase Lavrov ka harruar që në 1917 Gjermania e mundi Rusin në luftën e parë botërore dhe nënshkruan traktatin e Brest-Litovskit, në të cilën Rusia kapitulloi komplet, domethënë, dhe pastaj ndodhi dhe kolapsi total i carizmit, i carit, edhe pastaj e morën pushtetin komunistët. Pra kjo puna që Gjermania i futet një rrugë pa krye mund të merret si rast dhe anasjellta. Edhe Rusia, domethënë, kur përplas njëra me Gjermaninë vajti një rrugë pa krye. Apo shkojmë në një përplasje Gjermani-Rusi, sepse nëse ti jep Taurus dhe Taurus mund godasin thellë brenda Rusisë. Dhe Rusia tashmë është duke përdorur raketa balistike Korano-veriore, po, e vërtet është. Është duke përdorur drone Shahid, bile tani kanë vajtur dhe fabrikat, domethënë me specialistë iranianë janë futur në linja prodhimi tashmë dhe i prodhon dronet Shahid i prodhohen në Rusi, një pjesë e droneve Shahid, po. Ti ke fabrika ose linja të tjera prodhimi, në të cilën inxhinier kinez tani janë duke prodhuar ata që janë dronët Mavic, që përdoren dhe për qëllime ushtarake, janë duke prodhuar në Rusi me ndihmën e Kinës. Kjo nuk do të thotë që Kina është futur në luftë me Ukrainën, apo jo? Kina madje ka ndërprer dhënien e dronëve për Ukrainën. E ka dhënë ndërprer, por nuk ka dalë Zelenski thotë që ne jemi futur në luftë me këta, as Rusia nuk pretendon që Kina është futur në luftë me ta kundër Ukrainës. Është rast pak a shumë i ngjashëm. Ti ke fabrika kineze, fabrika iraniane që janë në Rusi dhe
ndihmojnë me prodhimin e materialeve të luftës, tashmë ti ke edhe fabrika gjermane që janë aty dhe po tani për këtë punën e fabrikave gjermane ke Rheinmetall është prezent në Ukrainë. Rheinmetall është kompania më e madhe gjermane e prodhimit të armëve luftarake. Rheinmetall. Dhe Rheinmetall është e pesta në Evropë për sa i përket madhësisë. Rheinmetall është në Ukrainë prej disa vitesh, ka qenë në 2023, ka hapur uzinë aty dhe fabrikë në cilën prodhon kryesisht për artillerin, po edhe për pjesë të tjera, domethënë edhe për mirëmbajtjen e platformave që kanë ata. Pra, Rheinmetall është prezent dhe në shtetet po themi europiane, në shërbimet sekrete, në CIA dhe në këto shërbimet sekrete europiane, zbuluar dhe një komplot i Rusisë për të vrarë CEO-n e kompanisë Paperger, që është gjerman, domethënë, CEO-n e kompanisë, për shkak të përfshirjes së tij në këtë gjë, domethënë. Dhe Rheinmetall është aty prezent dhe që do të thotë, kjo që po ndodh tani nuk është diçka e re që po ndodh pa pritme si rufera që kanë. Pra, nuk ka një rrezik po thua të përshkallëzimit luftës. Rrezik përshkallëzim është, sepse për sa kohë që ti fut linja të reja prodhimi në kuptimin e kësaj, ti normalisht Ukraina do prodhonte X armë, tani do prodhoj Y, do prodhoj më tepër armë. Pra është një përshkallëzim i po themi i mënyrës se si do bëhet lufta. Por se sa efikase pastaj do jetë, domethënë ky kërcënimi rus apo se sa do ketë impakt, kjo është e vështirë për të bërë. Do të kuptuar një gjë që rusi sa herë që bën politikë në jashtme nis në bazë të presionit. Pra, presioni është i tipit të tillë. Mos i nisni armë artilleri Ukrainës. Që në fillim. Sepse për ndryshe unë do ta marr si shenjë për shkallëzimi. Dhe ata i nisën ato topa që ishin 155. Mos i nisni HIMARS që dolën. Dhe ata i nisën. Mos i jepni tanke, dhe ata i dhanë tanke. Mos i nisni raketa NASAMS, dhe ata i dhanë NASAMS. Mos i nisni avion, dhe i dhanë avion Ukrainë. Pra, në çdo rast që është përfolur për një paketë të re ndihmash ndaj Ukrainës, rusi gjithmonë ka thënë mos e bëni këtë se unë do e marr si shenjë për shkallëzimi. Pse e bën këtë? Sepse ti do që ti të minimizosh ndihmat që shkojnë në drejtim të Ukrainës. Kur ti bën kërcënime të tipit, unë kam këtë butone dhe mund të azgjësoj Gjermaninë apo mund të azgjësoj të tjerët, dhe një shtetas gjerman merret seriozisht me kërcënimin që ti i bën. Kështu që nëse në vend që t'i japi 1000 tanke, mund t'i japi 100. Sepse ndihet në këtë presion. Pra mundohet nga ky presion që vjen që të shikoj se deri ku mund ta shtyj limitin. Pra ti po më kërcënon, po unë ndihem në presionin që duhet bëj diçka. Kështu që unë po çoj diçka në drejtim të Ukrainës, e cila në kuptimin teorik sikur ty po të prek, po në kuptimin praktik nuk është se po të ndikon dhe aq shumë. Pra ti nis një numër dhe ky presion i Rusisë ka bërë që ndihma ndaj Ukrainës nga ana e vendeve evropiane, po edhe në vende të tjera, në Shtetet Bashkuara, të ketë qenë e limituar, të ketë qenë e pamjaftueshme për Ukrainën që të rikuperoj terrenin, për shkak të tip presioni, që unë vazhdimisht të bëj presion ty, dhe ti nuk e di, unë e kam seriozisht apo nuk e kam seriozisht, dhe ti më nis më pak, se sa do më nisi, sikur unë mos bëja presion fare. Sikur Rusia thoshe, okay, çojini çfarë doni ju Ukrainës, dhe sot Ukraina ishte mbushur me tanke, me avione, me gjëra të tjera. E kuptoni se vështirë do ishte pozicioni i Rusisë në terren, sikur të ishte një flot, po themi 500-600 avion F-16, ose të kishe rreth 2000 tanke, apo të kishe artilleri e tjera, sisteme tjera, apo raketa këto, do ishte pozicion shumë i vështirë. Kështu që unë që mos kem këtë pozicion të vështirë, unë bëj ty presion që në fillim mos e nis të se unë do ta marr si për shkallëzim. Ndërkohë, Endri, nuk më the si e lexon këtë zhvillimin. Regjia duhet ta kem atë hartën për përpjekjen e një zone për e marrjen e krijimit të një zone tampon nga ana e Rusisë tek këto 3 krajina. Kjo është plani i Kellogut, është ajo me 3 shigjeta regjia, nëse është e mundur. Si e vlerëson? Po pak a shumë ajo është... Kjo është mësymja, kjo ka qenë mësymja e 2022-shit. Këto ka qenë rajonet që u sulmuan 2022-shit. Jo,
Kjo hartë është e 2022-shit. Dakor, po flas për shigjetat sipër, ku po tentohet që Rusia të krijojë një buffer zone. Nuk po tentohet, akoma nuk ka nisur, u premtua që do niste, akoma s'ka nisur për momentin. Ka nisur sipas informacioneve po ecet përpara, të paktën informacione do t'i referohen. Po ecet 0 përpara, po ideja është që kjo zonë këtu, pra zona e Harkivit, Sunit dhe Sumit dhe Çernihivit që janë sipër, kanë qenë pjesë e ofensivës parë, domethënë ruse, në cilën në 2022, në cilën dështuan edhe u detyruan që të rriqen. Ajo që po bën Putini është shtimi presionit mbi Ukrainën. Pra, çfarë do të thotë kjo? Praktikisht do të thotë që ti të dyfishosh frontin. Sepse përveç që ke atë frontin jugor dhe jug-lindor, kjo është harta më saj. Pra do të thotë që ti të dyfishosh gjatësinë e frontit sipër, të cilën ai mendon që mund ta arrijë me avantazhin që ka në numër njerëzish. Po ka 50.000 trupa. 50.000 trupa nuk janë mjaftueshëm për të çarë aty. Do të thonë vetëm për atë mësymje që bëri në Kursk. Jo, për zonën tampon thjesht. Për mësymin që bëri në Kursk, Ukraina kishte 25.000 trupa. Dhe e ke parasysh që rezultati pati, që kapi vetëm 1.200-1.500 km2, domethënë. Është vështirë të çash në këtë moment. Pra, kur ti ke një front i cili është 1.500 km i gjatë, ai fronti i ri, në 1.500 km, 50.000 veta, do thotë 30 veta për kilometër. E kupton? Është shumë e vështirë që ti të e qartë, nga kjo bitën është e qartë. Ajo që ai tenton që të bëj është që të mbajë të angazhuar forcat ukrainase në atë sektor dhe mos shkojnë për përforcime poshtë e para punës. Dhe e dyta punës mund bëj veprime për të provokuar në ato zona në mënyrë të tillë që të liroj presionin, që të detyrojë ukrainase që të heqin forca nga zona jugore, zona të cilat do për të çuar sipër. Kjo është strategji tipike, po themi, ushtarake, por se sa e lehtë është për të realizuar këtu kam dyshimet e mia, domethënë, duke qenë se përgjatë gjithë vitit të kaluar, Rusia mori rreth 3.500-4.000 km2, ndërkohë që humbi 400.000-500.000 njerëz në atë zonën aty poshtë. Pra, është shumë e vështirë tashmë të çahet frontin. Duhet kuptuar që ky front është kthyer në një front pak shumë të ngjashëm atë të luftës parë botërore, me llogore, me sisteme artillerie, me drone këto të tjerë. Gjë që është e vështirë që unë të shikoj ti të krijosh një superioritet të tillë që të arrish të çash. Imagjinoni, Ukraina për shembull prodhon rreth 4 milion dron në vit. Sikur 90% e tyre të mos funksionojnë, mos godasin, po vetëm 10% e tyre janë 400.000. 400.000 njerëz që do goditen nga dronët. Është e vështirë. Tashmë situata pra aty është domethënë është kthyer në një front të ngurtë, të palëvizshëm shumë dhe vetmja gjë që mund të bëj që të lëvizë frontin është që nëse ti krijon një superioritet jashtëzakonisht të madh në trupa, jashtëzakonisht të madh në teknologji, pra t'ia bllokosh gjithë dronët kundërshtarit, dhe të kesh jashtëzakonisht trupa që edhe sikur të vritet një pjesë ja të vazhdojë më tutje. Dhe kjo për momentin duket e vështirë për të dyja palët, si për njërin palë, si për palën tjetër. Kjo luftë duket sikur për momentin do vendoset nga logjistika. Logjistika që do të thotë sa kohë ke ti mundësi që ta mbash këtë ritëm shpenzimesh ushtarake. Pra, për sa vite mund ta mbash ti një ekonomi lufte duke I lënë njerëzit e tu pa bukë. E qartë. Ndërkohë, Hendri, kjo e nisëm edhe në fillim të bisedës bashk, domethënë Trump ka lejuar edhe 2 javë kohë tjera për Putinin. Në 2 qershor kemi bisedimet në Stamboll, bisedimet përpara këtyre u liruan pakëm të shkëmbimin e të burgosurve. Si e shikon, ndërkohë edhe Keith Kellogg ka deklaruar që domethënë po diskutohet, domethënë shqetësimet e Rusisë për zgjerimin lindor të NATO-s janë të vlefshme dhe Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të diskutojnë me Putinin për kërkesat e tij për të ndaluar zgjerimin e NATO-s në lindje. Dhe kjo lidhet me ata po flasin thot për Gjeorgjinë dhe Moldavinë njëkohësisht.
Pra, e solla dhe këtë, le të themi, këtë deklaratë të Keith Kellogg për të kuptuar që çfarë po ndodh me bisedimet midis Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, për sa i përket mundësisë së një pushimi. Në mund të flas këtë është që ajo që është tani administrata amerikane, është administrata më e paaftë në politikën e jashtme që i ka ndodhur ndonjëherë Amerikës. Nëse ky është koment pastaj, po. Ky është koment që i bazuar në fakti për shembull, besoj e pe lajmin që as nuk pranoi ta priste ambasadorin amerikan në Gjeorgji, qeveria gjeorgjiane. Kanë arrestuar dhe atë liderin e opozitës dhe i kërkoi takim për t'i paraqitur një mesazh nga ana e Trumpit. Pra, mesazhi ishte në Marco Rubio dhe në Trump për qeverinë dhe as nuk dënjoi ta priste. Domethënë, imagjinoni Shtetet Bashkuara të Amerikës që një vend i vogël si Gjeorgjia as nuk dënjon të pyesi fare se çfarë mesazhi ka Trumpi për ta. Jo, e rëndë është në kuptim, po varet pasoja që do ketë nga kjo. Po, kush është pasoja? Pasoja është ky tjetri, që është po prapë politikës së jashtme, që thotë ne po diskutojmë që mos futet Gjeorgjia e të tjerë. Gjeorgjia as po të pyet fare ty. E kupton? Kjo është praktikisht që ndodhi para 2 ditësh. Çfarë kuptimi ka kjo që thot ky kur Gjeorgjia as dënjon ta presi Trumpin? E kuptoni se sa të shkoordinuar janë Kellogg, Rubio, Trump, Witkoff, që ishte më përpara e tjerë, janë aq të shkoordinuar në veprimet e tyre, në deklaratat e tyre publike, sa minimumi sjellin mungesë respekti nga anët e tjerëve, se i thonë, çfarë thua tani se thua pas 2 ditësh. Dhe çon në atë mungesë respekti për politikën e jashtme amerikane, që një vend i vogël si Gjeorgjia as pyet fare për Trumpin. Që është fyrje në gjuhën diplomatike që mos dënjosh të presësh një mesazh të presidentit të Shtetet Bashkuara. Ashtu është. Është fyrje diplomatike. Më thoni kush është reagimi i Trump në këtë fyrje? Ja ta shohim, ta presim reagimin. Po jo, ka 3 ditë. Ta presim reagimin. Po se s'ka pra, ky pra është një problem. Është në një farë mënyrë është e pakuptueshme ajo që po ndodh Trumpi me Rusinë, pse Trump po tregohet kaq po themi kaq tolerant ose po e shpëton kaq herë Rusinë nga sanksionet e mëtejshme? Ndërkohë që tha që po mos isha unë, Rusisë mund të kishin ndodhur gjëra shumë të këqija. Para 2 apo 3 ditëve, me sa më kuptohet. Këto janë ato mburjet në internet, domethënë, që janë kështu si bukura për filma, po që realisht po mos ishte Trump, çfarë do ndodhte rusisht? Medvedevi tha lufta e 3 botërore. Po Medvedevi për aq sa po të dish domethënë historikun e tij, domethënë problemet e tij me alkoolin me këto të tjera, domethënë nuk është për të marrë ai seriozisht. Njëri që lejohet përdoret në Putini, e merr një herë vendos president, pastaj vendos kryeminist, pastaj vendos president, pastaj kryeminist, siç i ndodhi për shkak të këtyre ndryshimeve kushtetuese në Rusi, nuk është një figurë e cila është për të marrë parasysh. Në Rusi dëgohet vetëm çfarë thot Putini. Ajo është realisht kryesorja. Ashtu siç është kthyer tani edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që realisht dëgjohet vetëm çfarë thot Trumpi. Gjithë tjerët nuk duhen pyetur fare. Realisht nuk duhen pyetur, sepse Trumpi siç thot tani për shembull që do bëjmë këtë gjë, pas 2 javësh mund ta ndryshojë komplet dhe detyron dhe ata që janë poshtë tij që të thonë po të njëjtën gjë që thot shefi i sipër. Pra, në mënyrën se si e kanë personalizuar pushtetin si Trumpi, si Putini, është e kohë që të merresh me deklaratat e, po themi, këtyre që janë të një rangu më të ulët se sa ata. Sepse siç e thot tani për shembull ky Kellogg, nëse Trumpi thot do jap armë Ukrainës për të luftuar, po prap ky Kellogg ka për të thënë po Ukraina duhet fitoj patjetër, ne duhet ta mundim. Domethënë ky nuk është se ka mendim të vetin, nuk është se është një figurë e cila mund të ndikojë në të tjerë. Ky thjesht thot këtë për momentin, pas 2 javësh mund të ketë një qendrim komplet tjetër. Prandaj është e vështirë për të komentuar mbi politikën e jashtme amerikane. Sepse nuk merret vesh qendrimi realisht i Trumpit se çfarë realisht do dhe pse po mban këtë qendrim ndaj Rusisë. Aty në Shtetet Bashkuara edhe tallën ndonjëherë thonë që je agent i Rusisë, po pyetja më e thjeshtë
Për shumë që na herë pyetjet për të bërë është, po sikur Rusia të kishte të kishte mundësi të vendosë një kandidat Machurian, siç ai filmi, që të vendosë një të vetin, një agent rus për shembull në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë veprimesh duhet bënte? Shkatrimi i NATO-s, shkatrimi në brenda i ekonomisë amerikane, shkatrimi i demokracisë brenda në Amerikë, prishja me gjithë aleatët, prishja me gjithë botën, izolimi i Amerikës në një vend të ngushtë, etj. Pra, po të ishte njëri dhe kishte mundësi të vendosë një agent, do kyte pikërisht të gjëra. Gjë që përputhet jashtëzakonisht shumë me atë që po bën Trump. Të duken pak koordinuara gjërat që po ndodhin. Jo, tani pyetja është tani unë fatikisht unë e kuptoj ata të cilët thonë që Trump është një agent ose është i komprometuar, sepse çfarë do lloj gjëje që po bën, po ta lexosh nga këndvështrimi që ky mund të jetë një agent, bën sens. Pra, shkatrimi i NATO-s është përfitimi i Rusisë. Jo, ai thotë fuqizimi. Shkatrimi, po jo, ai thotë, jo, po ai do largot. Po ai thotë, unë nuk kam ndërmend që të përdor, po themi artikullin 5, do e shikoj. Për çfarë vende mund ta përdor, për çfarë vende jo. Bile dëshira e Trump ka qenë për të larguar fare në NATO dhe ne jemi koshent për këtë. Jo, dëshira e tij për të prishur punë, për të pushuar Kanadan ose për të pushuar Groenlandën, që janë veprime që nuk bëjnë sens, janë tipike të një personi i cili do të shkatrojë, domethënë ti nuk mund të Po ky, prit, ti nuk mund të mbash një aleancë me Danimarkën dhe me Evropën nëse ti ndërmerr veprime ushtarake ndaj Groenlandës. Dakord jam. Ti nuk mund të mbash një aleancë si NATO nëse ti ke ndërmend që thua Kanada është shteti 51 im. Dhe gjithë këto që po them. Për ata që thonë që ky është agent i komprometuar, bëjnë sens po ta shikosh ashtu. Unë nuk po them që është e tillë. Po më shumë bën sens kjo se sa pjesa tjetër, se pjesa tjetër pastaj nuk të bën asnjë sens. Pse sillet shumë me Rusinë, pse sillet shumë me këto pjesë tjetër. Dhe kjo mund të jetë edhe nga ignoranca, se nuk është ashtu. Tu jemi te politika dhe unë dua t'i shmangem kësaj se duhet të kaloj te vendimi i sekretarit të shtetit Marco Rubio për të revokuar në mënyrë agresive vizat e studentëve nga Kina. Përfshirë ata që studojnë fusha kritike etj. Pra, Departamenti i Shtetit gjithashtu do të punojë për kufizuar vizat për gjithë aplikantët e ardhshëm nga Kina dhe Hong Kongo, përfshihet dhe Hong Kongo. Ajo që dua të them është në çpik po shkon kjo përplasja SBA Kin. Pse ky vendim? Si ta lexojmë këtë vendim? Po, ky vendim mund vjen në kuadër të asaj që është tashmë lufta për teknologjinë. Po, kishte edhe një time për... Janë me 10.000 student kinez që vinë vit për vit, 50.000, më duket se ka qenë numri mbas edhe më tepër, të cilët vinë dhe studiojnë në universitetet amerikane që kishte një vendim sot për një kompani që të mos i shiste qipa Nvidia me Nvidia, po ka Nvidia që po e kam fjalën që ato që po ndodh ose që kanë ndodhur gjithë këto vite ka qenë që studentët kinezë shkonin studionin në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ktheheshin në Kinë me këto njohuri, të cilat pastaj i shërbenin Kinës për të zhvilluar teknologjinë e saj, për të zhvilluar inxhinierët e saj, për të zhvilluar informacion në SBA për Trumpin. Jo informacion, vidhnin inteligjencë ose më saktë përfitonin inteligjencë të njohuri teknike, të cilën ata pastaj e vinin në shërbim të shtetit kinez për mënyrën se si funksionon Kina. Dhe kjo që po ndodh, ky vendim është në kuadër të përshkallëzimit të luftës tregtare, sepse fundi gjithë ato produkte shkojnë në drejtim të tregut. Po, e qartë. Dhe është një vendim i cili Shtetet Bashkuara të Amerikës duan që të mbajnë në kontroll, po themi, ato teknologji që e prodhojnë vetë. Gjë që është duket në një mesazh edhe paksa kontradiktor, sepse në njëra anë për shembull u ndalohet tashmë, do të thonë, të ke një presion mbi universitetet amerikane, që mos marrin, po mbi Harvardin, po edhe mbi tjerat, që të mos marrin student tuaj, por njëkohësisht të ndërpriten dhe ato lehtësimet që kanë pasur në tatime për fondet që ata kanë në dispozicion. Në krau tjetër, ti nëpërmjet doges ke ulur
po themi ato që janë investime në research and development, ke pushuar në puna, pra ke mbyllur shumë institucione kërkimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht ke shkrirë Ministrinë e Arsimit. Pra në njëri anë ti çfarë po bën? Po shkatron çdo kërkim shkencor, po heq ato struktura si Ministria e Arsimit, po i heq ato lehtësitë fiskale që kanë universitetet. Dhe në anë tjetër nuk lejon as të huaj që të vinë që të studiojnë aty. Pra ti po bën një atrofizim të universiteteve në të cilën një pjesë e kërkuesve tashmë janë duke vajtur dhe Evropa ka shpallur. Unë po bllokoj. Evropa ka shpallur iniciativë që ta dish, ka shpallur iniciativë për kërkuesit amerikanë. Ka vënë një fond në dispozicion. Jo, ka vënë fond kërkimi në dispozicion, nuk është sa miliardë në këtë shifra tani. Por edhe kanë filluar të transferohen kërkuesit shkencor nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtim të Evropës. Se sa e mirë do jetë kjo për cilësinë e universitetet amerikane që ti ndërpresë studentë huaj, sepse nuk janë vetëm studentë kinesi po bllokohen dhe studentë në vende të tjera, pra e ka bllokuar dhënien e vizave për student huaj në universitetet amerikane, ka dhënë një urdhër Rubio për gjithë ambasadat mos pranoni aplikime të tilla. Pra nuk është vetëm kinezët janë këta, po edhe të tjerë, që do të thotë ti po shkatron universitetet sepse nuk bën sens kjo që po bën, domethënë. Nga ana logjike nuk bën sens. Qofse do të pastaj ti fuzemi edhe pjesës tjetër që je agent edhe bën kastile për shkatruar. Pjesës që ai mendon se Kinën e ka shpallur armik. Dhe kjo është Kinë e ka shpallur armik, duhet të shpallur dikur Bashkimi Sovjetik. Tani dhe kërkon kjo shpallja e Kinës si armikun kryesor Shtetet Bashkuara të Amerikës në kuptimin tregtar të gjës, por edhe në kuptime të tjera, prodhon këto pasoja. Në këtë kuptime trajton ai. A di që Shtetet Bashkuara të Amerikës, deri në vitet 30, nuk kanë pasur pothuajse fare fitues të çmimit Nobel në shkenca. Dhe filluan të kishin fitues të çmimit Nobel vetëm vitet 30 e mbrapa, kur Hitleri përzuri nga Gjermania një pjesë të mirë shkencëtarëve, dhe kur shkencëtarët e tjerë u larguan nga Franca, u larguan nga Italia, në kuadër të fillimit të luftës dytë botërore, dhe vajten ata të cilët ngritën dhe universitetet amerikane u dhanë këtë nam që kanë sot me kërkimet të shkencor. Pra ishin këta të huaj që erdhën nga Evropa, që vajten aty dhe ngritën nivel. Dhe në këtë që po bën tashmë ai, po e rikthen mbrapsht dhe gjithë ta kërkues shkencor tani që vinë në drejtim të Evropës, do i sjellin dëme në planin afatgjat. Ajo nuk bën sens për Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo që po bën Trump me universitetet.